Greqia paralizohet përsëri nga një greve përgjithshme mbarkombëtare 24 orëshe e dyta brenda 2 javësh në shenjë proteste ndaj projekt ligjit të ri të punës, i cili parashikon mes të tjerash mundësinë e punës deri në 13 orë në ditë tek i njëjti punëdhënës. Kjo greve, e cila zhvillohet pa thirrjen e Konfederatës së Përgjithshme të Punës, është shpallur nga 38 qendra të punës, një numër rekord pjesëmarrje, si dhe nga ADEDI, Federata e Punonjësve të Sektorit Publik dhe 10 sindikata të sektorit privat. Protestuesit kërkojnë që projekt ligji të miratohet në parlament dhe rikthimin e javës 35 orëshe, punës 5 ditore dhe pagës së 13 e të 14. Ata gjithashtu kërkojnë paga dinjitoze dhe kushte të sigurta pune, ndërsa punonjësit në shtet kërkojnë dhe heqjen e disiplinës së re ligjore për administratën publike. Sipas deklaratës së ADEDI, qeveria në vend që të mbështesë të ardhurat e punëtorëve dhe të forcojë shërbimet publike zgjedh të aprovojë ligj për punën e tepërt dhe orare traskapitse, duke imponuar heshtje në vendet e punës. Ndërkohë sindikata që mbështet Partinë Komuniste quan këtë projekt ligj një përpjekje për të krijuar sklever modern në epokën e inteligjencës artificiale. Në protesta janë bashkuar dhe studentë dhe nxënës, të cilët kundërshtojnë, siç thon, ritmin njerëzor të punës së prindërve të tyre dhe shtimin e presionit në shkolla. Tubime dhe marshime proteste zhvillohen në 10 qytete të Greqisë. Në Athinë, sindikatat kanë thirrur qytetarët në sheshin Sintagma, ndërsa në Selanik protesta kryesore mbahet pranë përmendores së Venizelos. Protestat pritet të zgjasin gjatë gjithë ditës, ndërsa transporti publik, shkollat dhe shërbimet publike funksionojnë me pengesa të shumta për shkak të pjesëmarrjes së gjerë në grev.